Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, sot do t'i përgjigjemi këtyre pyetjeve. Çfarë thot Kurani për barzakhun? Çfarë kuptimi ka barzakhu dhe cila është e vërteta e tij? Për ta njohur kuptimin e barzakhut në terminologjinë fetare, duhet së pari të njohim kuptimin e tij gjuhësor. Kur u drejtohemi librave të gjuhës, gjejmë se fjala barzakh do të thotë pengesa ndërmjet dy gjërave dhe ajo që i ndalon ato të përzihen dhe të bashkohen me njëra tjetrën. Fjala barzakh është përmendur në Kuranin e Shenjtë në 3 vende dhe në të gjitha ato vende ka kuptimin gjuhësor që përmendëm, pra pengesë ndërmjet dy gjërave dhe ajo që i ndalon ato të përzihen dhe të bashkohen me njëra tjetrën. Ajetet në të cilat përmendet barzakhu në Kuran janë ajetet 19-20 në surën Ar-Rahman. Në këto ajete, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Maraj al-bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Ai kalon dy detet të takohen, ndërmjet tyre ka një pengesë barzakh që nuk e ka përcjell, pra nuk bashkohen me njëri tjetrin. Ajeti i dytë është ajeti 53 në surën Furqan. Në këtë ajet Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi maraja al-bahrayni hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dhe ai, pra Allahu, është që i ka lënë të rrjedhin dy detet. Ky është i ëmbël dhe freskues, ndërsa ky është i kripur dhe i hidhur. Dhe ndërmjet tyre ka vendosur një pengesë barzakh dhe një ndarje të pakalueshme, ku as deti me ujë të ëmbël nuk e ka përcjellë që të kalojë tek deti me ujë të hidhur, të elbër, dhe as e kundërta. Dhe ajeti i tretë në të cilën përmendet fjala barzakh në Kuranin e Shenjtë është ajeti 100 në surën Mu'minun, në të cilin Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Që të bëj vepra të mira në atë që kam lënë pas, kurse si ajo është vetëm një fjalë që ai thot, dhe para tyre gjendet një barzakh deri në ditën kur do të ringjallën. Kurani i Shenjtë e përdor këtë fjalë për fjalën barzakh për të sqaruar se ekziston një botë tjetër e cila ndan këtë dynja me botën tjetër, me ahiretin. Dhe në këtë botë ndërmjetëpër, pra,
njeriu qëndron aty. Prandaj, Kurani thot, dhe para tyre gjendet një barzakh, pra para njerëzve, pas vdekjes së tyre, dhe para se të ringjallen. Pra barzakhu është bota e ndërmjetme midis dynjas dhe ahiretit. Hadithet fisnike të ardhura nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe nga familja e tij e pastër, pra Ehli Bejti, paqja qoftë mbi të, janë në përputhje me këtë ajet. Dhe ato theksojnë, pra hadithet theksojnë se barzakhu është periudha pra ndërmjet jetës së njeriu në këtë botë dhe ringjalljes së tij pra në botën tjetër. Pra nga çasti i vdekjes deri në ringjalljen, në ditën e ringjalljes. Kjo është pra bota e barzakhut, bota e ndërmjetme. Por cili është realiteti i kësaj bote, pra i barzakhut? Pikpamja islame për botën e barzakhut është se vdekja nuk është fundi i jetës dhe se jeta nuk zhduket me vdekjen. Përkundrazi, njeriu përmes vdekjes kalon nga një etap në një tjetrën, nga jeta në këtë dynja në një jetë në botën tjetër që quhet bota e barzakhut, e cila qëndron pra ndërmjet botës së dynjas dhe botës së ahiretit. Pra njeriu pas vdekjes vazhdon të ketë ndjesi dhe vetdije dhe kalon në atë botë ku përjeton kënaqësi ose ndëshkim sipas veprave të tij, pra në barzakh. Sa i përket realitetit të botës së barzakhut, duhet thënë se natyra e saj nuk është plotësisht e qartë dhe ne nuk dimë më shumë për të përveç asaj që është përmendur në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort në ajetet fisnike dhe hadithet e nderuara. Realitetin e botës së barzakhut mund ta përmbledhim në këto pika të mëposhtme. E para, jeta në barzakh është një jetë që qëndron në mes të jetës së njeriu në këtë botë, siç e tham, dhe botës tjetër. Ajo, barzakhu, jeta në barzakh, fillon që nga momenti kur shpirti i njeriu del nga trupi dhe ai vendoset në varr dhe vazhdon deri në ditën e ringjalljes. Së dyti, i vdekuri, sapo të vendoset në varr, e pyesin dy engjëj, Nekiri dhe Munkeri, të cilët pra e pyesin atë kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është profeti yt, e të tjera pyetje. Nëse pra i vdekuri është i mirë, i drejtë, ka punuar mirë, pra ai nderohet dhe shpërblehet me mirësi. Por nëse është i keq, i prishur, ai ndëshkohet. Pa përsëri pra në barzakhin. Së treti, Allahu i madhruar e përshkruan jetën në barzakh të jo besimtarve dhe mëkatarve, veçanërisht të familjes së faraonit, duke thënë, zjarri ku ata ekspozohen mëngjes e mbrëmje dhe ditën kur do të ndodhë për ora ringjallje, do të thuhet futeni familjen e faraonit në dënimin më të ashpër. Është ajeti pra 46 në surën Kafir. Ky ajet tregon se familja e faraonit i ekspozohet zjarrit në mëngjes dhe në mbrëmje para ditës së ringjalljes, dhe që është pra bota e barzakhut. Ndërsa pasaj, pas botës së barzakhut, ata futen në zjarrin e xhehenemit, siç thot pra Allahu i madhruar, dhe ditën kur do të ndodhë pra ora ringjallja, futeni familjen e faraonit në dënimin më të rëndë. Pra që është në jetën tjetër. Së katërti, jeta e dëshmorëve në barzakh
përshkruhet nga Allahu i madhruar në këtë mënyrë. Allahu thot në surën Bakara në ajetin 154: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dhe mos thoni për ata që vriten në rrugën e Allahut se janë të vdekur, përkundrazi ata janë të gjallë, por nuk e ndjenin. Në një ajet tjetër, gjendja e dëshmorëve në jetën e barzakut përshkruhet si gjendje gëzimi dhe lumturie, ku Allahu i madhruar thot: të gëzuar për ata që Allahu ka dhënë nga mirësia e tij, dhe gëzohen për ata që ende nuk u janë bashkuar pas tyre, duke mos pasur frikë për ta dhe as nuk do të pikëllohen. Sura Ali Imran ajeti 170. Së pesti, gjendja e begatisë që përjetojnë besimtarët në jetën e barzakut, megjithse është e madhe, pra kjo mirësi është e madhe dhe është një nga llojet e mirësive të xhennetit. Mirë po, këto mirësi nuk e arrin nivelin e madhështisë së mirësive të plota të xhennetit. Po ashtu, edhe ndëshkimi i mëkatarëve dhe i jo besimtarëve në barzakh, megjithëse është i dhimbshëm, në krahasim me dënimin që do të përjetojnë në botën tjetër, në zjarrin e xhehenemit, pra dënimive në zjarrin e xhehenemit është më i rëndë dhe më i dhimbshëm. Pra vërtet do dënohen në barzakh, por dënimi më i rëndë për mëkatarët dhe jo besimtarët do të jetë për në xhehenem, në botën tjetër. Së gjashti, gjendja e barzakhut, botës së ndërmjetme pra, është në përputhje me veprat e njeriut. Nëse ai është i mirë dhe i drejtë, gjendja e tij në barzakh do të jetë e mirë. Edhe ai pra do të përjetojë pra mirësi. Ndërsa, nëse njeriu është punë keq, i prishur, i devijuar, jeta e tij në barzakh do të jetë e rëndë dhe e vështirë. Për këtë, Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka një hadith të mrekullueshëm. Një hadith që me të vërtet, nëse e lexojmë me vëmendje, na rizgjon dhe na bën të vetëdijshëm. Ai ka thënë: vërtet, varri ka një fjalë çdo ditë dhe thotë: unë jam shtëpia e mërgimit, unë jam shtëpia e vetmisë, unë jam shtëpia e krimbave, unë jam varri. Ose do jem një kopësht prej kopshteve të xhennetit, ose një grop prej gropave të zjarrit. Dhe kjo varet nga punët tona. Nëse do të jemi punë mirë, varri do të jetë një kopësht prej kopshteve të xhennetit. Nëse do të jemi punë keq, jo besimtar, mëkatar, atëherë varri do të jetë një grop për gropave të zjarrit. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje të temës themi se barzakhu, pa bota e ndërmjetme, është botë reale dhe jo metaforë. Shpirti nuk zhduket pas vdekjes dhe ai ka perceptim dhe vetdije. Barzakhu është një fazë e veçantë e ekzistencës. Dhe barzakhu ka lidhje direkte me veprat e njeriut. Në mbyllje, në ajetin 105 të surës At-Tauba, Allahu i madhruar na drejtohet dhe na thot, pra i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, që të na thot dhe ne,
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Thuaj, punoni se Allahu I dërguari dhe besimtarët do të shohin punët tuaja dhe se ju do të ktheheni tek Ai, pra Allahu që di të dukshmen dhe të padukshmen, e Ai do t'ju njoftoj për ato që keni bërë. Prandaj, le të punojmë, të përgatitemi edhe për botën e përtejme. Le të bëjmë vepra të mira, që të shijojmë mirësitë si në botën e ndërmjetme në barzakh, po ashtu që të jemi edhe pra banorëve të xhennetit inshallah. Allahu na bëf të gjithë për atyre. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.